Studimi më i fundit i realizuar nga Royal Botanic Gardens në Kew dhe Zoological Society of London ka ngritur alarmin për një nga krizat më të mëdha mjedisore të kohës sonë, zhdukjen e bimëve me lule. Sipas hulumtimit të publikuar në revistën shkencore Science, mbi 1/5 e historisë evolucionare të bimëve lulëzuese në botë ndodhet në rrezik zhdukjeje. Ky zbulim nuk lidhet vetëm me humbjen e disa specieve të ralla, por me humbjen e degëve të tëra të pemës së jetës, një trashëgimi biologjike që është ndërtuar gjatë miliona viteve evolucion. Shkencëtarët analizuan më shumë se 335.000 lloje bimësh me lule dhe zbuluan se rreth 10.000 prej tyre konsiderohen specie me rëndësi të jashtëzakonshme evolucionare dhe njëkohësisht të kërcënuara globalisht. Këto bimë përfaqësojnë linja unike evolucionare që do të thotë se zhdukja e tyre do të cilëte humbjen e një pjese të pazëvendësueshme të historisë së jetës në tokë. Për të kuptuar më mirë këtë problem, studiuesit përdorën konceptin e pemës së jetës. Në këtë analogji, çdo specie përfaqëson një gjethe në pemë, ndërsa degët simbolizojnë historinë evolucionare dhe lidhjet mes organizmave. Humbja e një specie jetëzakonshme mund të krahasohet me rënien e një gjetheje, por zhdukja e një specie shumë të veçantë dhe pa të afërm të ngushtë është si prerja e një dege të tërë të pemës. Kjo nënkupton se zhduken miliona vite evolucion dhe karakteristika biologjike që nuk mund të rikthehen më. Biologja evolucionare Rosie Brown, e cila foli për Reuters në konservatorin Princesha e Walesit në Kew, theksoi se rreth 21% e gjithë pemës së jetës së bimëve me lule është në rrezik. Ajo shpjegoi se kjo përqindje është e ndryshme nga fakti që afro 45% e bimëve me lule konsiderohen të kërcënuara me zhdukje. Sipas saj, kur flasim për historinë evolucionare, nuk bëhet fjalë vetëm për humbjen e specieve individuale, por për zhdukjen e degëve të tëra evolucionare që përfaqësojnë një trashëgimi të paçmueshme biologjike. Për realizimin e këtij studimi, ekspertët përdorën metrikën EDGE, një metodë që kombinon dy faktorë kryesor: sa e rrezikuar është një specie dhe sa unike është ajo nga pikpamja evolucionare. Një nga sfidat më të mëdha të studimit ishte mungesa e të dhënave të plota për shumë bimë me lule. Vetëm rreth 20% e tyre kishin vlerësime zyrtare në listën e kuqe të International Union for Conservation of Nature, organizata kryesore botërore për mbrojtjen e natyrës. Për këtë arsye, studiuesit përdorën modele statistikore dhe analiza molekulare për të parashikuar rrezikun e zhdukjes edhe për speciet që nuk ishin vlerësuar më parë. Rezultatet ishin alarmante. Studimi identifikoi 9.945 specie bimësh me lule që klasifikohen si specie EDGE. Kjo përfaqëson rreth 3% të gjitha bimëve me lule të njohura në botë. Midis tyre gjenden disa nga bimët më të rralla dhe më të jashtëzakonshme të planetit. Specia që kryeson listën është Hondurodendron urceolatum, një pemë shumë e rrallë që rritet vetëm në disa zona të izoluara malore të Honduras. Për shkak të shpërndarjes së kufizuar dhe humbjes së habitatit, kjo specie ndodhet në prek të zhdukjes. Në listë përfshihet gjithashtu Amorphophallus titanium, e njohur si lulja e kufomës ose Titanarum. Kjo bimë është e famshme për madhësinë gjigande dhe aromën e rëndë që lëshon gjatë lulëzimit. Përveç rëndësisë së saj shkencore dhe turistike, ajo përfaqëson një degë shumë të veçantë evolucionare. Një tjetër specie e rrallë është Medusa gyn oppositifolia, e njohur si pema kandildeti. Kjo bimë konsiderohej e zhdukur për shumë vite derisa u rizbulua. Numri i saj mbetet jashtëzakonisht i ulët dhe ndryshimet klimatike e bëjnë mbijetesën edhe më të vështirë. Në mesin e specieve të rrezikuara ndodhet edhe Vanilla planifolia, burimi kryesor natyror i vaniljes që përdoret në industrinë ushqimore dhe kozmetike në mbar botën. Humbja e kësaj specieje nuk do të kishte vetëm pasoja ekologjike, por edhe ekonomike dhe kulturore. Studiuesit paralajmërojnë se kriza e biodiversitetit po përkeqësohet me ritme të shpejta. Shpyllëzimi, zgjerimi urban, ndotja, ndryshimet klimatike dhe bujqësia intensive po shkatërrojnë habitatet natyrore ku këto bimë kanë evoluar për miliona vite. Në shumë raste, speciet zhduken para se shkencëtarët të arrijnë t'i studiojnë plotësisht. Bimët me lule luajnë një rol jetik në jetën në tokë. Ato prodhojnë oksigjen, ruajnë ekuilibrin klimatik, ushqejnë miliona specie kafshësh dhe përbëjnë bazën e ushqimit për njerëzimin. Për më tepër, shumë ilaçe moderne bazohen në përbërës të nxjerrë nga bimët. Humbja e tyre mund të ndikojë drejt për drejt në sigurinë ushqimore, shëndetin dhe ekonominë globale. Ekspertët theksojnë se ruajtja e biodiversitetit nuk duhet parë vetëm si një çështje mjedisore, por si një domosdoshmëri për mbijetesën e njerëzimit. Çdo specie e humbur përfaqëson humbjen e njohurive gjenetike, potencialit shkencor dhe stabilitetit ekologjik. Për këtë arsye, kërkohet një bashkëpunim më i madh ndërkombëtar për mbrojtjen e pyjeve, restaurimin e habitateve natyrore dhe investimin në kërkimin shkencor. Studimi i publikuar nga Kew dhe Shoqëria Zoologjike e Londrës është një kujtesë se forca e njerëzimit ndodhet përballë një krize të thellë ekologjike.
Nëse nuk ndërmerren masa të menjëhershme, shumë nga këto specie unike mund të zhduken përgjithmonë, duke marrë me vete një pjesë të pazëvendësueshme të historisë së jetës në planetin tonë. Ruajtja e tyre nuk është vetëm detyrë e shkencëtarëve apo organizatave mjedisore, por përgjegjësia e gjithë shoqërisë njerëzore për të mbrojtur trashëgiminë natyrore të tokës për brezat e ardhshëm.